Ashtu si që ishte paralajmëruar edhe këtë vit të ri shkollor, Ministria e Arsimit në Kosovë do të bëjë subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore. Në njoftimin publik të Ministrisë së Arsimit citohet se nga sot me 27 korrik është hapur aplikimi për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore për nxënësitë e arsimit fillor, të ulët dhe të mesëm të lartë, klasat nga 1 deri në të 9-ën. Ministria përmes postimit të saj gjithashtu ka njoftuar të gjithë prindërit dhe kujdestarët se aplikimi do të realizohet përmes platformës e-Kosova dhe do të jetë i hapur për një periudhë prej 2 javësh, 27 korrik, 9 gusht 2026. Mjetet financiare do të transferohen drejt për drejt në gjirollogarit bankare të prindit apo aplikuesit. Mirë po, para se të aplikoj, prindrit ose kujdestarët duhet të sigurohen se gjirollogaria bankare është aktive dhe saktë dhe të dhënat në e-Kosova janë të përditësuara. Aplikimi thuhet se do të mundsohet edhe shtetasve të huaj me leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershme në Republikën e Kosovës, fëmijët të cilëve vijojnë mësimi në institucionet arsimore të Kosovës.